Në vitin 1829, një diplomat francez, baron Félix de Beaujour, shkroi një fjali që do të trondiste Evropën. Një ditë, një shqiptar do ta përmbys fronin osman. Ai kishte shërbyer si konsul në Greqi dhe e njihte mirë perandorinë osmane, por ajo që pa në Shqipëri nuk e kishte parë askund tjetër. Në malet tona ai pa një popull që nuk i përkulej askujt, një popull që jetonte i lirë, që e njihte luftën më mirë se paqen. Shqiptarët, shkruante ai, janë ushtarët më të mirë të Evropës juglindore. Ata janë të shpejtë, të saktë dhe të pamëshirshëm. Nëse do të kishin disiplinë si trupat evropiane, do të ishin të pathyeshëm. Francezi e quajti Shqipërinë Zvicra e lindjes, një tokë e maleve dhe burrave që se shesin kur lirinë e tyre, dhe shtoi, forcat e tyre do ta coptoj një ditë perandorinë osmane. Dhe historia e vërtetoi, nga Ali Pasha deri tek lidhja e Prizrenit, shqiptarët ishin ata që e tronditën perandorinë osmane. Histori epike, aty ku e kaluara rilind.